E tashmë jemi ndalur në zhvillimet të kronikës se një 45 vjeçar është gjetur i vrarë me armë zjarri mëngjesin e së dielës në fshatin Shkorret të Mirditës përgjatë aksit rrugor Sep Spaç. Në fakt, sipas informacioneve paraprake, viktima është Valter Leshi dhe është gjetur pa shenja jete brenda automjetit tip Toyota me të cilin po udhëtonte. Ngjarja është konstatuar rreth orës 7:10 minuta, ndërsa menjëherë pas njoftimit shërbimet e policisë kanë mbërritur në vend ngjarje dhe kanë nisur veprimet hetimore. Leshi rezulton të jetë punonjës i kompanisë së Bazeltit në Spaç, po kësaj kompanie në muajin mars të këtij viti ju vendos një sasi tritoli në një prej makinerive të saj, por lënda plas se nuk shpërtheu. Policia bëri të ditur se është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili po punon në drejtimin e prokurorisës për administrimin e provave dhe zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, kontrollet në zonë vijojnë ende me intensitet për lokalizimin dhe kapjen e autorit apo edhe të autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje. Deri në momente më parë nuk ka informacione zyrtare mbi motivet e vrasjes, ndërsa hetimet po vijojnë në disa pista.